Gjithashtu, më pas janë nduar si pedagog i jashtëm dhe në vitin 2012 unë jam vendosur përfundimisht si antar i Departamentit Energjetikës duke mbuluar 2 lëndë kryesore, termodinamikën dhe skenarët energjetik. Në skenarët energjetik unë përdor modelin Red Screen Expert në modelimin e sistemeve të ardhshme të energjisë si një mjet shumë i fuqishëm energjetik për të kryer analiza të filluara dhe ndoshta edhe analiza të thjeshta në nivelin e studentëve master. Natyrisht është tepër emocionuese kur sheh studentët e tu të cilët përdorin Red Screen Expertin si një mjet modelues tepër të fuqishëm dhe shoh në sytë e tyre që prehin qartazi se si ata njohurit teorike i ndërturin me ato praktike për të parë se si masat të vogla të eficiencës së energjisë ndikojnë në sistemet energjetike aktuale dhe ato të ardhshme. Gjithashtu është një kënaqësi tepër e madhe kur nga ana tjetër shef studentët e tu të cilët mendojnë si ekspertë të vërtet, pasi ky model na jep mundësi që të kryejmë analiza, duke filluar nga analizat më të thjeshta deri tek ato më të avancuara. I use the tool for environmental and economic analysis of renewable energy solutions in agriculture, particularly in remote areas where renewable energy systems can replace diesel generators for water pumping and small-scale electricity supply. What I consider especially valuable in Red Screen is integrated technology databases, its library for real-world case studies and built-in climate data. The latest version of Red Screen offers expanded analytical capabilities, which is the key reason for my participation in this training, primarily to update and deepen my knowledge and to understand the new future and to explore how this can be applied more effectively in research and decision making. An additional and very important benefit was the opportunity to discuss specific research challenges with experienced trainers, which allowed for deeper understanding of the full potential of the tool. The tool allows researchers to analyze specific energy efficiency in renewable projects under real conditions. By sharing these results with public institutions, this can directly inform policy development, support the assessment of different policy options, guide investment planning, and help evaluate the impact of public programs. I would encourage young women scientists and engineers to be confident in their expertise, to actively engage with practical tools like a real-world application such as Red Screen tool, because sustainable energy field is where technical knowledge, analytical skills, interdisciplinary thinking are highly valued, and working on real projects is essential for transforming theoretical knowledge into meaningful impacts. Finally, do not hesitate to ask questions, seek mentorship, and participate in discussions with more experienced professionals. Seek mentors who challenge and support you, and do not hesitate to take your place in the field. Impresioni I parë në lidhje me softwarein Red Screen ka qenë që ishte një program shumë profesional në të cilin unë mund të integroja në të njëjtën kohë variabla meteorologjik, variabla ekonomik, popullsinë dhe në të njëjtën kohë konsumin dhe prodhimin e energjisë elektrike. Ishte një paketë e plotë në të cilin unë mund të integroja variabla dhe të ndërtoja skenare të ndryshme. Sfiduese do të thoja që ka qenë projekti I parë në Red Screen, sepse duhet patjetër që të kontrollosh të gjitha dritaret, të kombinosh të gjitha variablat për ta bërë më të integruar atë qëllimin që ne duam të arrijmë. Pas projektit të parë, çdo gjë është në rregull sepse je familjar tashmë me mjedisin ku punon dhe mund të ndërtosh skenare të ndryshëm për menaxhimin e sistemeve energjetike. Në të ardhmen mendoj që Red Screen do të jetë një software kyç në të cilën unë do të ndërtoj modelet machine learning për të parë parashikimin e konsumit të energjisë elektrike, por gjithashtu edhe menaxhimin e prodhimit hidrik, cili më ndihmojnë në krijimin e temës së diplomës. Red Screen është një program I cili bën analiza shumë të mira financiare, ekonomike dhe mjedisore. Tashmë, këtë software përdor në punën të cilën e bëj si projektues dhe zbatues I sistemeve të ventilimit dhe kondicionimit.